në përvete, kemi të ftuar të zonjën e shtëpisë që ka bërë së bashku shumë gra. Ka krijuar një komunitet prej grash të cilat mbështesin njëra tjetrën për një jetë sa më të shëndetshme. Ajo prej vitesh në fakt nuk sfidon vetëm kohën, por sfidon veten e saj, sepse sfida më e madhe është të ndërtojë një jetë sa më të shëndetshme, ashtu siç e thash. Dhe ajo të vjen sot në një rrëfim shumë të thjeshtë, të sinqert, por mbi të gjitha frymëzues, sepse duke nisur kujdesin nga veta, nis si një gjëja më e rëndësishme dhe është investimi më i mirë që mund të bëjmë me veten. Nuk mund t'i them dot mirë se erdhe, por gjë rastin të falenderoj publikisht për derën që më hapi dhe për të bërë pjesë e Onovës. Teuta Bardhi, faleminderit Santana. Është themeluesja e Onovës dhe CEO Onovës, vizionerja më e madhe, një nga gratë më të fuqishme në këtë pjesë të biznesit. Jam shumë e lumtur që daljen time të parë e bëj me ju edhe në podcastin ton për veten. Për veten. Në fakt, unë të njoh prej kohësh dhe ajo që më ka bërë më shumë përshtypje është pasioni dhe vullneti i madh për të ecur përpara dhe qoftë edhe për të sfiduar veten çdo ditë. Je shumë vizionare. Të falenderoj për këtë konsiderat që ke për mua. Jo, nuk e them ka, po është e vërtet kjo pjesë. Dhe unë jam përpjekur që me eksperiencën time të vinë në ndihmë njerëzve për një jetë sa më të gjatë dhe të shëndetshme. Pikërisht të lindi kjo ideja për të krijuar Onovën? Onovo ka lindur para 40 vitesh, të them të drejtën, si një farmaci. Në përraftet e farmacive në ato vite gjendeshin vetëm medikamente. Shpesh herë njerëzit vinin dhe pyesnin për gjëra për të jetuar gjatë dhe shëndetshëm, si mbështetëse të kujdesit të përditshëm. Bashkë me tim shoq, në ato vite, ne pam këtë zbrasi që ndodhi në tregun shqiptar dhe menduam se jo, mos sjellim një risi të re, ndryshe, dhe krijuam kompaninë e parë shqiptare të vitaminave dhe suplementeve. Pra, kaluam nga ato ilaçet që ishin shëruese tek suplementet dhe vitaminat mbështetëse. Pra, duke parë gjithë këtë lloj boshllëku, ne filluam të ndërgjegjësonim njerëzit që duhet patjetër të si që hajmë ato ushqimin e gjatë ditës, të marrim patjetër dhe një suplement, jetë bashkëpulltare e jetës tonë. Mendoj që shëndeti është një udhtim i gjatë dhe në këtë udhtim mendoj që Onova do të jetë gjithmonë prezente. Dhe në fakt është prezente sepse pjesa më e bukur e gjatë këtij rrugtimi profesional tëndin, prandaj themi e vizionare, ka hapur një departament i cili dedikohet totalisht platformave digjitale, të themi, ku vajzat, stafi yt punon gjatë gjithë kohës për të dhënë përgjigje shumë pyetjeve që mund të bëhen. Atëherë ideja e platformës online-it lindi më njëherë pas Covidit. Normalisht ne u bëm gati 3 vite në rrjetet sociale dhe unë besoj që kam ngritur një platformë, qëllimi im ka qenë ngritja një platforme profesionale dhe jo thjesht tregtare, të bazuar në profesionistë të fushave të ndryshme, që janë mjek, janë farmacist, janë fizioterapist, nutricionist. Ne këtu mundohemi që të bëjmë shumë video edukuese, që t'i themi njerëzve që duhet kujdesesh për shëndetin jo vetëm kur ti smuresh, por ta kesh si një rutinë tënde të përditshme. Gjithashtu, japim, ndërgjegjësojmë shumë njerëzit me anë të videove që ne bëjmë prapë shpesh, edhe për të dalluar medikamentet nga vitamina dhe suplementet. Sepse dhe sot, patjetër dhe sot, njerëzit që ne flasim bashkë, akoma e kanë të ngulitur që vitaminave dhe suplementeve i etiketojnë medikamente, ilaçe. Kështu që kjo ka qenë një sfidë shumë e madhe për gjithë stafin tonë. Dhe në fakt, unë e shoh të vazhdueshme këtë pjesë sepse ti punon gjatë gjithë kohë me këtë komunitet grashë. Do të ketë ka dhe burra apo vetëm komunitet grash? Po them 90% janë gra dhe 10% janë burra. Kështu që është një punë që hap pas hapi po ngrihet në një gjë akoma edhe më të madhe. Në fakt, jeta jote nuk ka qenë kaq e thjeshtë siç e the edhe vet. Humbja e bashkëshortit besoj të ka vënë ty dhe përpara shumë sfidave për ta përballuar gjithë të pjesë vetëm dhe rritja e 2 vajzave që sot në fakt ti je një nën krenare për to, pa çka se ato janë larg, ti ndihesh krenare. Si e ke për dal nga situata, për nga gjendja jote? Ka qenë një sfidë shumë e madhe, humbja e bashkëshortit. U ndodha mes një ullkryqi që ta çoja këtë biznes përpara apo Talia. Kjo ishte sfida më e madhe. Po duke bashkë me bashkëshortin. Vajzat sa ishin atëherë?
Vajzat, të them të drejtën, ka 9 vite që im shoq ka ndruar jetë, kanë qenë në kulmin e shkollimit të tyre dhe kanë qenë mbështetja dhe forca ime më e madhe. Dhe unë besoj që ato janë dashuria më e madhe dhe ajri dhe oksigjeni im i përditshëm. Janë ato që më shtyen mua që të eci përpara dhe të punoj me pasion dhe me energji dhe t'jap më të mirën në time të mundshme. Kështu që në ato vite kanë qenë vite shumë të vështira, po ja arrita t'ja dilja. Dhe t'ja dalësh vetëm, nuk është e kollajshme në këtë rrugtim dhe në këtë sfidë, sepse industria e farmaceutikës dhe është bërë shumë e egër, shumë e fortë, dhe të sfidosh, prandaj thash që në fillim ti nuk e sfiduar të tjerat, po më shumë ke sfiduar veten në këtë rrugtim. Patjetër ka qenë net të shumta pa gjumë, kam sakrifikuar qoftë dhe jetën personale, gjithashtu her pas here kam sakrifikuar edhe jetën e familjes për të arritur këtë qëllim. Unë mendoj që kujdesi për shëndetin nuk është luks, është se si ne zgjellim ta jetojmë çdo ditë. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme që ne përcjellim me anë të mesazheve, qoftë në rrjetet sociale, po edhe në komunitetin që ne kemi. Kujdesi jot në vetë si është? Një rutinë jote e përditshme. Rutina ime është shumë e thjeshtë, them drejtën, unë ngrihem në mëngjes, kam ato 5 minutat e mia të ushtrimeve që i bëj, një ushqim i mirë, marrja një suplementi, patjetër, sepse edhe mosha Santana tani bën veten, është bashkëkolltare e jetës time, një gjumë i qetë në darkë, edhe këto janë ato ritualet e mia që të vazhdoj ditën me energji, pastaj mbas dite normalisht është yoga, e alternuar, patjetër që nuk e le, është yoga, është besoj edhe ja këshilloj edhe shumë grave të tjera, sepse është një shlirim i mendjes. Pastaj dhe palestrën që nuk e le më njanë, sepse patjetër në këto dhe moshën e duhet ndërtojmë muskuj, që mos shkojmë në ato problemet tona të reumatizmalet. Është shembull në fakt për të marrë për gjithë pjesën e energjisë tënde, vrullin e punës, dëshirën për ta kapur jetën, për ta rrëmbyer dhe për të marrë më të mirën e saj më të mundshme. Më pëlqen që t'jem një shembull frymëzimi, qoftë edhe për punojësit e mi. Vi çdo ditë me energji dhe mundohem që këtë energji t'ja të shpërndaj gjithë stafit tim. Po edhe gjatë bisedave që bëjmë me njerëzit, më pëlqen t'jap energji. Një gjë tjetër që kam vënë re te ty janë dhe udhëtimet e bukura në fakt, që nuk i ndan, dhe ato besoj se janë pjesë e frymëzimit tënd. Patjetër të udhëtosh është shumë e rëndësishme. Jo të gjithë e kanë këtë luks, po mundohem sadopak të shkëputem, qoftë edhe nga puna për të marrë 2 ditë frymëzim edhe të vi me energji, sepse kjo energji më shërben pastaj për ta çuar të gjithë aktivitetin tim dhe biznesin përpara. Udhëtimet i quaj gjë shumë të mira dhe të rëndësishme, sepse ti merr eksperjenca dhe këto eksperiencë implementon në biznesin tënd. Dhe këto janë gjëra të reja që ty të rrisin. Më përmendën në fillim fare, në fakt, pjesën e sfidave dhe fakti që ti këtë rrugtim pothuajse e ke bërë vetëm nga pjesa e një epoke të re. Nuk kemi më në epokën e medikamenteve bazike, por të pjesa e suplementeve. Sa vështirë ka qenë përballja? Ke pas ndonjë histori që vërtet të ka tronditur dhe ke thënë po dorëzohem? Fatmirësisht kam qenë rrethuar me njerëz që janë inovator. Njerëz që në çdo hap kanë dhënë shumë për këtë lloj platforme. Dhe të gjithë bashk kemi ndërtuar një biznes që ka si qëllim kryesor shpërndarjen dhe dhënien e një vizioni të qartë ato të jetës të shëndetshme. Pavarësisht sfidave, dhe ne ja kemi arritur të gjithë bashkë si grup që t'ja dalim në këtë vizion kaq të rëndësishëm. Jam kurioze në fakt të di cilat janë problematikat më të mëdha të grave. Problematikat nuk janë vetëm të grave, Santana, po janë edhe të burrave, thamë 10%, po me qënë se 90 ato e zënë më të madhen. Varet nga mosha. Moshat e reja shpesh herë ne na shkruajnë që vuajnë nga bipesha. Ka gra që janë në moshën e menopauzës, që siç e dim është sa një periudhë e bukur, po ashtu edhe një periudhë shumë e vështirë, që vuajnë nga probleme të tilla. Stafi jon i profesionistëve mundohet që t'i gjendet afër me video informuese, duke i dhënë atyre për çdo pyetje që ato kanë shpjegimet e duara. Dhe besoj që kemi ndihmuar, jam shumë krenare, sepse platforma jon ka arritur sot në 200.000 njerëz dhe kjo është në sajt punës të gjithë stafit dhe përkushtimit që ne bëjmë. Dhe në sajt informacionet që ne shpërndajmë të njerëz. Sfida ime më e madhe ka qenë dhe vazhdon të jetë të fitojmë besimin e klientëve. Është shumë e rëndësishme kjo. Nëse
Ne me anë të transparencës dhe informacioneve që japim, kemi arritur të fitojmë besimi dhe unë besoj shumë që besimi e bën markën akoma dhe më të fuqishme. E rrit brandin me vetë. Patjetër. Kjo është gjë e më rëndësishme. Bashkë kur kemi folur më ka bërë përshtypje një diçka dhe e mbaj mend dhe tani. Dhe nuk dorëzohem dot kollaj dhe nuk jap dot kënaqësinë tjetrit të më shikojë me vuajtje. Një gjë që më mbeti në mendje në fakt. Patjetër që nuk dorëzohem. Sepse e ka vërtetuar dhe koha që nuk jam dorëzuar. Po kur hap derën e Onovës në mëngjes dhe shikoj gjithë këto të rinj që më japin energji, kur rreth vetes kam njerëz që e duan, edhe ato siç e dua unë këtë gjë që jam duke bërë, them nuk ka arsye të dorëzohem. Pastaj misioni im është që njerëzit të jetojnë gjatë dhe shëndetshëm, jo vetëm i imi, po edhe platformës dhe Onovës në tërësi, që njerëzit të jetojnë gjatë dhe shëndetshëm. Kështu që e shoh të pamundur që të dorëzohem. Përveç se ke një nuhatje prej business woman, themi, edhe shumë detajiste. Kjo vjet e re edhe në mënyrën se si ti e ke strukturuar ambientet e reja të Onovës, dora jote ndihet kudo. Është një qasje kur hyn në zyrat e Onovës si një shtëpi e bukur dhe e qetë, e ngrohtë që të jep dashuri dhe atmosferë sa më të mirë. Kur menduam të futemi në ambientet e reja të Onovës, bashkë me arkitektën vendosëm që të ndërtonim edhe një dhomë relaksi, të ndërtonim një kënd kuzhine. Kur s'isha parë ndonjëherë. Faktikisht edhe arkitektës ju duk kur ja dhash edhe mendimi. Po çfarë ke krijuar tani atë? Tani është shumë e rëndësishme që njerëzit me cilët ti bashkëpunon të ndjehen mirë. Unë e kam shumë të rëndësishme që stafi të ndjehet mirë në punë, të jetë jo i stresuar, të punoj në relaks, sepse mendoj shumë që mirëqenia duhet filloj nga stafi në fillim. Pastaj të shpërndajmë. Lumë ata sepse nuk e them kot të pjesë, me thënë drejtën, kur kam hyrë në fillim, kam thënë okay, kështu, por duke ndenjur ditë për ditë këtu, kuptoj që vërtet ti u fal shumë dashuriet. Më vjen mirë për fjalët që po më thua, po jam munduar të jap 100% shëntim dhe çfarë gjëra shëndi mundohem t'ja transmetoj edhe këtyre të rinjve, sepse dua të kujtohem si një augur i mirë i fillimit të karrierës së tyre. Por kjo është për këtë gjë, kjo gjë është shumë e rëndësishme për mua. Doja të thoja pak edhe për këndin e kuzhinës që ne kemi ngritur, qoftë edhe për këtë kënd koltuku që ne jemi ulur bashkë të dyja sot. Qoftë edhe për pjesën e zjarrit, e batrës së zjarrit. Kjo është konceptuar si më tepër si edhe një familje e ngrohtë. Përveç atij komuniteti që ne kemi ndërtuar, sepse ne në orarin e drekës ulemi të gjithë bashkë, hajmë një ushqim të mirë, të jep atë mundësinë që edhe të njihesh me komplet pjesëtarët e ekipit, jo vetëm nga ana profesionale, por edhe nga ana njerëzore. Ne jemi këtu të gjithë bashkë për ndihmuar njëri tjetrin. Nëse ndonjë antar i ekipit ton ka nevojë, ne jemi gjithë për të. Kështu, kjo është ajo fryma komunitetit dhe kjo besoj e bën të veçantë Onovën. Një tjetër fakt, unë nuk dua që ka ikur e koha ime ishte kur njerëzit rrinin 8 orë në një karrike. Dhe nuk besoj që sot është ajo koha, sepse jeta, stresi i përditshëm i ka bërë njerëzit, të them të drejtën, edhe në shumë aspekte të ditës janë të stresuar, janë të lodhur. Kështu që unë kam menduar që të ketë edhe një kënd, siç është koltuku që ne jemi këtu, që punoj si të marrë laptopin, të ulet, pa stres. Është shumë e rëndësishme për mua që njerëzit me cilët unë punoj, bashkëpunoj, të jenë të lumtur në punë. Kur të hapin derën e Onovës, ato të ndjehen që vinë në një vend që i fal paqe. Edhe unë mendoj që kështu puna bëhet më mirë dhe ti ja merr më të mirën e mundshme stafit që ke. Zakonisht je dëgjuese e mirë? Shumë e mirë. Shumë e mirë, dëgjuese shumë e mirë, besoj unë. Nuk e di çfarë thonë tjerët, po besoj që jam një dëgjuese shumë e mirë. Mundohem të jap eksperiencën time, po mundohem, e kam shumë të rëndësishme të dëgjoj çdo antar të ekipit dhe të shkëmbejmë, besoj eksperjencat që ne kemi. Unë them që një CEO duhet jetë patjetër një dëgjues i mirë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Jo CEO që futet brenda në zyrën e vet, ulet në një karrike aty dhe nuk është aty për punojësit e tij. Këtë vit keni patur fatin të dilni dhe në revistën e famshme Forbes në Amerikë me Daily Superhair, që mund ta marrim dhe kemi këtu. Një nga suplementet më të rëndësishme për ne gratë, momentin që na bien flokët, për rigjenerimin e flokëve, për rënien, për forcimin e tyre. Si u arrit kjo, më thot? Kjo ishte ajo që shija mbi tort.
Si mundej që Forbes, të pikërisht ta piketonte dhe të... Të them të drejtën, do të regoj një ndolli shumë të vogël, kur e morëm lajmin. Nga Amerika, na bën një telefonat dhe njëra nga vajzat, normalisht nuk ma thanë mua, nuk e mora unë këtë telefonat, por njëra nga vajzat e stafit. Dhe në momentin që asaj ja komunikuan, e filloj të qante. Unë normalisht u trondita se thash çfarë ka. Shkova dhe i thash kujtova se mos kishte ndodhur ndonjë diçka nga familja, edhe ajo nuk arrinte dot më jepte përgjigje. Në një moment pasaj, në lotësh më tha Teut, produkti Daily Super Hair është shfaqur tek Forbesi. Ishte një kënaqësi e madhe dhe unë ndjeva shumë e lumtur, pasi për mua jo vetëm që ishte lajm i mirë, po kuptova se sa e rëndësishme është Onova. E do dhe stafi. Patjetër. Kjo ishte gjëja që më kënaqi më tepër se sa lajmi i Forbesit. Ti je edhe një nën krenare, e tham. Patjetër. Me dy vajzat të cilat studiojnë, kanë mbaruar në Amerikë? Vajzat kanë mbaruar normalisht, kanë shkollimin të gjithë, sot janë doktoresha shkencash në fushën e farmaceutikës. Jam shumë krenare, sepse edhe jeta atyre nuk është se ka qenë shumë e lehtë, studiosh në një vend të huaj, ka shumë sakrifica, por përfundimi ka qenë i shkëlqyer. Dhe besoj që jam shumë krenare, por ato çfarë ato kanë arritur. Edhe pse largësia është e madhe, 24, besoj se jeni bashkë me njëra tjetrën. Largësia... Ndan çdo moment me to, po thuajse? Patjetër, çdo moment të ditës, nuk ka ditë që ne nuk komunikojmë, nuk ka ditë që ne nuk bashkëbisedojmë bashkë. Mendohet ndonjëherë që të vinë edhe ndoshta Onova të fuqizohet akoma dhe më shumë? Kjo do ishte edhe ëndra ime, që ato të vinin dhe të shërbenin, ato njohuri që kanë marrë atje të shërbenin vendit të tyre. Dhe në fakt, e dëshiroj normalisht. Si nën është më së normale të kesh sa më afër. Pastaj do doja shumë që edhe ky biznes të vazhdojë akoma. Nëse do mund të flisej me veten para sa vitesh, çfarë do i thoshe? Mos u trem. Mos u trem nga vështirësitë që do të kesh përpara. Ato do të jenë të shumta, por edhe beso shumë ke vetja. Këto janë dy gjëra që do t'i thoja vetes time, dhe për cilat unë jam krenare dhe këto i kam zbuluar fare gjithë këtij rrugtimi tek Onova. Ke zbulu veten, besoj. Patjetër. Njeriu e njeh veten në çdo moshë. Në fakt, më kujtohet që ti nuk je marrë direkt me farmaceutikë. Kam pasur një qendër të madhe dhe besoj 2 veta kemi qenë në Tiranë atëherë, që kemi pasur një qendër estetike, ku ishte të fokusuar gjithmonë në shëndetin. Te pjesa e bukurisë. Gjithmonë tek pjesa e bukurisë, të them të drejtë është pjesa që më tërheq më tepër dhe ne ofronim në atë vite shërbime për trajtimin e fytyrës dhe problematikat e ndryshme dhe në atë qendër ka pasur mjek specialist dermatolog që ne i kishim prezent, po njëkohësisht bënim edhe ato trajtimet dhe dobësimet. Edhe në ato vite kanë qenë vitet me të vërtetë që njerëzit nuk dinin ç'ishte fare. Po me gjithë ato, dal nga dal, futëm atë, dhe në ato vite kemi futur ato kujdesin për mirëmbajtjen për vete, si nga ana e jashtme, po edhe ashtu patjetër. Unë besoj shumë që njeriu duhet kujdeset për veten, dhe të kujdesesh për veten nuk është luks. Besoj është edukat. Është edukat, është vërtet. Dhe më pasaj kalove te pjesa farmaceutikës. Pastaj kaluam tek pjesa e farmaceutikës. Nëse do ta ndanim jetën tënde ndërmjet kësaj pjese dhe pjesës parë dhe pjesës së dytë, do të ishe rikthyer ndonjëherë në këto momente? Them të drejtën, nuk do t'i ndaja. Të dyja do t'i bëja, sepse të dyja janë drejt bukurisë. Deri ku ka një fije lidhje me njëra tjetrën, po. Të dyja përfaqësojnë bukurinë, që për mua unë e dua shumë. Pastaj mua më pëlqen të punoj shumë dhe çdo punë që bëj e bëj me pasion. Nëse nuk ka pasion brenda, unë nuk bëj dot asnjë gjë. Në gjithë të vrull pune që ke, si e menaxhon kohën mes jetës profesionale dhe asaj kohës tënde të lira? Ka kohë të lirë te utajër? Kohë të lirë, të them të drejtën, kam vetëm që merrem me sport pas dite. Kjo është koha ime e lirë. Nga ora 5, 5:30, 6, unë kthehem në shtëpi, aja të darkën të lehtë shumë fare dhe pastaj palestër, nuk ka. Por doja të thoja diçka, Santana, në këtë rrugtim ka qenë shumë e vështirë që të menaxhosh edhe kohën për familjen, po edhe kohën për biznesin. Të punosh si një familje ka ato vështirësitë e veta.
dhe të them të drejtën bashkë me bashkëshortin arritëm të bënim një marrëveshje që të fillonim të ndanim kohën e punës me familjes. A ishte vështirë të punoje me bashkëshortin në të njëjtin ambient pune, se ndonjëherë nuk është kaq e lehtë, do të ndash anën profesionale me pjesën emocionale, apo do ta mbyllësh kur futesh në shtëpi thon, nuk kam më muhabet e pune. Po don s'don ti, problemet e punës do të transmetohen në shtëpi. Për mua shumë e rëndësishme dhe kur menduam që të bënim një përpjekje të tillë që problemet e punës mos i transmetonim në shtëpi, sepse për mua shumë e rëndësishme dhe familja. Në jetë mund të kesh para sa duash, mund të fitosh sa duash, po nuk pate një familje të shëndetshme, unë besoj që gjitha e lodhje dhe gjitha e mund, gjitha e sakrificë të shkon kot. Pra, ruajtja e balancës është shumë e rëndësishme dhe edhe në bisedat që unë bëj të shpeshta në rrethin tim shoqëror, sepse ka shumë njerëz që punojnë si familje, unë ja jap gjithmonë si këshill që duhet patjetër të ndajnë mirë balancën ndërmjet punës edhe jetës familjare. Vajzave ç'u thua zakonisht? Është mesazhi që ju jepet? Vajzave unë i them që nëse duan të nisin një punë, rrallë parë duhet kenë atë pasionin, duhet kenë atë përkushtimin për t'i bërë gjëra të mirë. Nëse brenda asaj që t'i ëndërron nuk ka pasion dhe përkushtim, sepse rruga është shumë e vështirë. Edhe rruga e Andrea është akoma vështirë për çka se duket sikur. Patjetër. Por nëse është pasioni brenda, nuk ka gjë që e ndal, them unë, edhe përkushtimi, edhe sakrifica. Do më flasësh pak për produktet e Onovos që janë. Tu kemi Daily Super Hair, kemi Deep Clean. Prodhohen këtu apo prodhohen jashtë? Ne jemi distributori i parë zyrtar i Onovës për Shqipërinë. Produktet janë produkte 100% bimore, që është gjëja dhe më e rëndësishme dhe nuk kanë efekt anësor në organizëm. Për këtë njerëzit do të jenë shumë të sigurt. E dyta janë produkte të bazuara në shkencë. Dhe treta janë shumë transparente. Edhe ne si Onovo përpiqemi gjithmonë që të jemi transparent me komunitetin tonë, t'ja shpjegojmë të gjithë një nga një ingredientët. Njerëzit sot santana, të them të drejtën, duan produkte cilësore. Patjetër, no janë. Dhe unë e kam shumë të rëndësishme gjithmonë bisedoj edhe me stafin tim që çdo individi ne duhet i japim atë për cilën ka nevojë, sepse unë e kam shumë të rëndësishme. Nëse ti i ofron një produkt që i zgjidh një problem, unë them ky është rezultati dhe puna kolosale që bëjmë ne tek Onovo. Pacienti të ngeli i kënaqur nga shërbimi që ne ofrojmë. Fakti që ne sot jemi 200.000 në rrjetet sociale, kjo është fal besimit që kemi arritur te klientët tanë, te komuniteti që ne kemi ndërtuar. Shpresoj që me produktet e Onovës, nga kjo gamë e vogël që ne kemi sot, të vazhdojmë të sjellim akoma. Çfarë pritet të sillet? Jemi duke pritur një produkt tjetër të rëndësishëm që do ndihmojë shumë gra nga mosha që është mosha menopauzës, sepse është bërë një problem shumë i madh dhe shumë shqetësues. Kështu që besojmë edhe me futjen e këtij lloji produkti ne do të vim në ndihmë shumë grave. Rikthehemi edhe një herë te pjesa e Forbes. Ç'a pa Forbes nga Daily Super Hair të veçantë? Cilat ishin këto përbërës organik që dhe i përmendë pak më parë? Në bazë të atyre që ne na janë thënë nga Amerika, ka ndodhur shumë rastisht. Njëra nga gazetaret e Forbesit para 6 muajsh kishte bler online në Amerikë Daily Super Hair. E ka provuar, e ka testuar dhe as kompania atje nuk e dinte faktikisht që ishte bërë një artikull për Dailyn. Edhe për ato ishte surprizë. Rezultati që ka parë gazetarja e ka bërë atë që të shkruaj që Daily Super Hair ta cilësoj si vitamina më e mirë në tregun amerikan për problematikat e flokëve. Dhe kjo ishte një se unë kam provu vetë përveç gazetarës amerikane, ditë them që po. Kjo është era e dytë që e marr, edhe pse kjo periudha tashmë në periudhën e vjeshtës dihet që flokët bien më shpesh. Dhe jam shumë e kënaqur. Të gjitha produktet tona, siç ju thash edhe më parë, janë produkte që janë të testuara, janë produkte të bazuara në shkencë dhe fal ingredientëve kanë dhe dozave të caktuara që ato kanë, arrihet të merren këto rezultate të tilla që ne marrim
përdit mesazhe të tilla. Unë jam shumë krenare, sepse shumë shpesh marrin mesazhe gjatë ditës që fal produkteve të Onovës, vajza ime ka shtuar peshë. Fëmijës tim i është rritur imuniteti. Vajza ime ndjehet më mirë dhe për këtë jam shumë krenare. Më bukur se kaq. Kjo është ajo që më bën mua. Patjetër, kjo është ajo që ëndrat tona dhe bashkë të grupit të Onovës bëhen realitet. Ku e shikon Onovën pas 10 vitesh? Kjo pyetje shumë e bukur. Santana, unë dua që Onovë të kujtohet jo thjesht si një markë, por si një ritual i jetës së shëndetshme, që në fazat e para deri tek të moshuarit, sepse gama e produkteve që ne kemi është që në moshat e hershme deri në pleqëri. Dhe unë jam e sigurt që me këtë vullnet që ke të karakterizon, me dashurinë e madhe për punën, jam e sigurt që Onova do mbetet gjatë në histori. Djalim kohës këtë tani. Më përmendë shumë suksese, por çfarë është krenaria jote më e madhe? Jam më tepër krenare Santana që nuk u dorëzova. Jam krenare për stafin tim. Jam krenare për komunitetin që ne kemi ndërtuar. Por mbi të gjitha, jam krenare për vajzat e mia që nuk do më shikojnë vetëm thjesht si një nënë, por edhe si një grua që nuk u dorëzua përballë çdo lloj vështirësie. Sa e vështirë ka qenë ky rrugtimi yt vetëm? Rrugtimi ka qenë shumë i vështirë, të them të drejtën, sepse ka pas ditë që kanë qenë shumë të vështira. Por kur marr një shenjë, gjithmonë ka pasur një shenjë. Një sinjal. Një mesazh. Beson ti te universi? Patjetër që besoj. Patjetër që besoj. Dhe unë them që unë kam një engjëll mbrapa. Në çdo rrugtim, në çdo hap të vështirë që kemi pasur si Onovo, ajo është aty. Ajo shenjë është aty për mua. Dhe ti e ndjen atë pjesë? Patjetër që e ndjej. E ndjej në çdo hap të jetës time, në çdo frymarrje që unë bëj. Është shumë e rëndësishme kjo. A mendon të bëjmë një xhiro nëpër ambientet e... Patjetër, pse jo? Një mini ekskursion të themi të vogël për na treguar ambientet e Onovës. Patjetër, me kënaqësi. Ti i përmende, por është shumë e rëndësishme dhe ti shikojmë. Patjetër, me kënaqësi. Tani bëjmë një xhiro të vogël Santana dhe t'ju tregoj ambientet. Një ambient shumë i këndshëm, Ky është ambienti, që është ambienti ndenjes. Pastaj kemi ambientin e ngrënjes. Edhe o gjaku që unë e përmenda. Patjetër që do ta ndezim në dimër, të besoj. Ky është ambienti që ne mblidhemi të gjithë si komunitet edhe hajmë një drejt këndshme edhe bisedojmë njëri me tjetrin. Qoftë problematikat e punës, po dhe të jetës të përditshme. Edhe kuzhina, që të lëvënde hapësirë edhe nutricionist, edhe për gjitha. Ajo që më ka bërë përshtypje në fakt, është këta bela këtu. Ditët e pastrimit dhe mbeturinave. Më ka pëlqyer shumë ndarja e punës së stafit. Është shumë e rëndësishme. Që në moment që në fillimet kur unë ideova këtë, unë shpesh ja them stafit që e gjithë kjo sipërmarrje është bërë për ata. Që ato të ndjehen mirë. Mua më pëlqen shumë që çdo gjë të jetë në vendin e vet. Po fal edhe stafit që ne kemi, edhe ato janë të përkushtuar që çdo gjë këtu të jetë e pastër, të jetë e pastër, sepse është ambienti i cilin ne jetojmë për ditë. Dhe shumë e rëndësishme që të jetosh mirë. Të jetosh mirë, shëndetshëm dhe jesi në shtëpi. Patjetër. Kjo është një ambient familjar. Është ideuar si logoja e Onovës. E kemi ideuar në detaj. Në detaje të vogla, por që besoj kanë kuptim. Tani jemi në pjesën e zyrave. Tani jemi në pjesën e zyrave. Këtu Kjo është studio, ku ne përgatisim të gjithë fotot për rrjetet tona sociale. Po, siç e përmend. Bëhen xhirimet me të ftuarit që ne kemi. Shumë. Në fakt kjo është dhoma më interesante, ajo që përmendëm. Kjo është dhoma e relaksit, them drejtën, kush vjen, gjithëve i bën përshtypje. Si mos të bëj përshtypje, po doja dija kush është gjumashi i stafit më i madh. E kemi një vajzë, të them të drejtën. E keni, jo? Ajo futet shumë herë shpesh këtu, që ne japim kohën e asaj, po kur del nga kjo dhomë, na sjell ide shumë të mira. Nëse ka që vjen me ide të mira nga kjo dhomë. Prandaj është bërë dhe kjo dhomë. Tu je shoh stafin, i cili më duket se është në mbledhje. Kjo është stafi, një pjesë e stafit të Onovës. Kjo është dhoma e meeting, ku ne shkëmbejmë qoftë idetë tona, qoftë eksperiencat tona.
që të na shërbejnë ke Dhe onova vëre që normalisht. janë staf shumë i rinj në moshë. Janë vajza dhe djemë me shumë energji dhe unë i adhuroj dhe mundohem që gjithë eksperiencën time t'ja jap me kënaqësinë më të madhe. Dhe tash vim tek zyra e themelueses, CEOs. Sa dukur. Besoj që kjo është një zyrë e thjeshtë, komode, po të them të drejtën, gjatë gjithë ditës time shumë pak kaloj te kjo zyrë, sepse më pëlqen të rri të qëndroj bashkë me thjesht. Kjo është një zyrë për mbledhjet që ne bëjmë dhe për njerëzit që unë pres, po jeta ime është atje, jo këtu, ke kjo zyrë e ulur në të karrike. Sepse në fakt puna e vërtet bëhet nga kjo zyrë e tutje. Patjetër. Pra siç e the Uta, është më bukur të qëndrosh shumicën e kohës ande ku vlon puna dhe ritmi me së rinjve. Më pëlqen të qëndroj në mes të rinjve edhe të jetë bashkë me të, sepse këtë rrugtim nuk e bëj vetëm dot, po nuk pata edhe stafin aty. Kështu që unë e kam shumë të rëndësishme të jem njësh me staf. Në fakt jemi drejt mbylljes, e mbyllëm pikërisht me zyrën tënde dhe na rrëfeve pothuajse gjithë pjesën e jetës, qoftë e saj profesionale, por edhe personale. Dhe unë të përgëzoj vërtet për gjithë të industri dhe sukses, një mbretëri e vogël o novo që jam e sigurt që rrugtimin do ta ketë gjatë dhe historinë akoma më të vyer me gjithë fjalët e mira që mund t'tregoam më vonë. Për mua ishte kënaqësi Santana dhe këtij podcasti i uroj rrugtim sa më të gjatë. Së bashku. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe rishihemi në episodin e radhës.